Soda e bukës, sekreti që trajton njëre për gjithmonë këto nënt probleme. Ja si ta përdorni. Soda e bukës është përshkruar për vitet e fundit si një produkt i vërtet për shëndetin tonë. Soda e bukës përdoret për të lehtësuar problemet e stomakut, për të lehtësuar edhe kushtet të tjera të shëndetit. Soda e bukës është gjithashtu e dobishme për shëndetin dhe mund të përdoret edhe për të pastruar shumën sipërfaqe. Por përdorimet e shumta të saj nuk janë vetëm për të reduktuar aromat e këqija. Soda e bukës është një produkt i shkëlqyer për të mbrojtur edhe bimët dhe kujdesin tuaj vetjak, pasi ka veti të mira kundër kërpullave. Miksoni të paktën 3 litra ujë me 4 lugë sodë buke dhe aplikoni atë në trëndafila për të luftuar njollat e zeza të shkaktuara nga kërpullat e tyre. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ose në pemët frutore për të parandaluar kërpullat të shumohen. Soda e bukës mund të përdoret për të forcuar bimët. Soda përmirëson fotosintezën duke lejuar një rritje më të fortë të gjetheve. Para aplikimit të saj në tërë zonën, aplikojeni një sasi të vogël në gjethe për të parë nëse bima reagon në 24 orët e ardhshme. Përzjeni pak sodë buke me uthull modhe dhe më pas e aplikoni. Soda e bukës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër parazitëve. Derdhni një lugë gjethe sodë buke në 1 litër ujë, pastaj e spërkatni atë në të gjithë tokën. Soda e bukës është një produkt fantastik kundër problemit të insekteve. Përhapni sodën e bukës në tokë për të mbajtur larg milingonat ose edhe insektet e tjera. Kjo është një mënyrë se si mund të përdorni sodën e bukës për të lehtësuar këto komplikacione. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu edhe për pastrimin e lavamanit. Shërben gjithashtu si një pastrues i dobishëm i lavamanit. Hidhni pak sodë buke në lavaman dhe më pas e fërkoni me një sfungjer. Mund të shtoni edhe lëng limoni. Të tjerat gjithashtu rekomandojnë në sodën e bukës si një mënyrë për të pastruar tubacionin dhe kanalizimet. Por gjithashtu soda e bukës është një zgjedhje efektive për të hequr mbetjet e pesticideve nga frutat dhe perimet. Gjithçka që duhet të bëni është të shtoni disa lugë çaji sodë buke në lavaman dhe më pas të hapni ujin, ta tresni dhe të lani produktet tuaja. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të larguar pesticidet nga ushqimet tuaja. Soda e bukës mund të përdoret për të larguar aromat e rënda të frigoriferit. Soda e bukës është një deodorant shumë i zakonshëm. Mund të përdoret një paku e hapur me sodë buke në frigorifer, sidomos në vendet ku ka myk. Do të thithë plotësisht aromat të këqija dhe do të parandalojë problemet e tyre. Soda e bukës do të rifreskojë peshqirët. Vetit e deodorantit të sodës së bukës mund të funksionojnë më mirë edhe për gjërat që thithin aroma, siç janë për shembull edhe peshqirët. Nëse keni nevojë të fërkoni peshqirët, mund të vendosni gjysmë filxhani në lavatriçe së bashku me detergjentin e zakonshëm të rrobave për të hequr gjithashtu aromat e tyre. Soda e bukës mund të përdoret për të pastruar bijuteritë. Nëse keni bizhu argjendi, mund t'i lani ato me sodë buke dhe ujë të nxehtë. Më pas i pastroni mirë edhe me një leckë të butë. Mund të largoni gjithashtu edhe njollat e forta të tapetit. Kjo mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë në kushte shtëpie për të larguar këto papastërti. Nëse keni njolla në tapetin tuaj, mund t'i largoni ato me përdorimin e sodës së bukës. Mund të shtoni edhe pak uthull dhe t'i lini të thahen dhe më pas të fërkoni gjithashtu edhe me pastrues me fshesme korrekt. Mund të largoni erën e keqe të gojës me përdorimin e sodës së bukës. Nëse keni gjithashtu erë të keqe të gojës, ajo mund të jetë një zgjidhje lehtësuese. Nëse fryma juaj ka qenë për shkak të hudhrës ose qepës së rënduar, të dyja gjithçka mund të largohet me përdorimin e një lugë çaji sodë buke në higjienën tuaj. Bëni gargar me këtë përzierje duke tretur një lugë çaji sodë buke në një gotë me ujë dhe kështu do t'i thoni lamtomir erës së keqe të gojës. Sodën e bukës mund ta përdorni si një pastrues për furçën ose për krërin. Pasi të keni hequr qimet nga furça ose nga krëri juaj, mund ta zhysni atë në një përzierje me sodë buke dhe shampo dhe ujë. Shpëlajeni atë me ujë të ngrohtë dhe më pas e lini për 30 deri në 60 minuta. Kështu do të largoni papastërtitë që mund të ketë mbledhur furça ose krëri juaj. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu edhe për qëllime të ndryshme.
Ajo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër një sër komplikacionesh, ndaj edhe mund të trajtohet si një zgjidhje e parë. A keni ditur ndonjëherë për fitimet që sjell konsumi i sodës së bukës në përditshmëri? Mendohet se kombinimi siç është limoni me sodë buke është efektive për të larguar qelizat e dëmshme siç janë ato të radikaleve të lira. Por sot do ju tregojmë në këtë video si mund t'i kombinoni ato dy përbërës dhe të merrni rezultate të qëndrueshme kundër një sër problemesh. Në këtë pije nuk ekziston edhe dëmi për sa kohë i kombinoni si duhet dhe i përdorni brenda normës së lejuar. Soda e bukës përdoret gjithësisht në trajtimin e pjesëve të ndryshme të trupit, si ato të jashtme, gjithashtu edhe ato të brendshme. Limoni përmban sasi të madhe të vitaminës C, e cila është shumë efektive në këtë aspekt dhe mban larg gjithashtu komplikacionet e tyre. Gjithashtu ato janë të domosdoshme për njeriu që konsiderohen si fuqi natyrale. Atë mund ta përdorni për të alkalizuar trupin. Përzierja e një limoni me sodë buke bën alkalizimin e organizmit. Kjo do ju ndihmojë për të luftuar acidozën që mund të ndodhet në veshka ose në trupin tuaj, dhe gjithashtu në largimin e papastërtive të organizmit. Lehtëson punën e tyre dhe gjithashtu çelmon trupin tuaj nga djegje të ndryshme. Ndaj përdorimet e saj mund të jenë një lehtësues shumë i mirë i situatave. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu edhe në ndihmë të sistemit tuaj tretës. Ju tashmë dini se limoni ndihmon shumë sistemin tretës. Pak sodë buke me limon ndihmon pozitivisht sistemin ton tretës dhe bën atë që të funksionojë akoma më mirë. Është një antiacid që lufton edhe fryrjen. Mund të pastrojë mëlçinë dhe të rrisë gjithashtu energjinë tuaj trupore. Ky produkt i mahnitshëm do të pastrojë mëlçinë dhe gjithashtu do t'i japë trupit tuaj një dozë të mirë të vitaminës C, kaliumit, gjithashtu edhe antioksidantëve shumë të rëndësishëm për trupin. Gjithashtu kjo përzierje është efektive për mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu uljen e inflamacioneve të organizmit. Për sa kohë e përdorni atë me kujdes, sigurisht që përfitimet e saj do të jenë mbreslënse. Përbërësit që u duhen në realizimin e kësaj recete të thjeshtë janë: një lugë gjedhe me sodë bukë, një gotë me ujë, lëngun e një gjysmë limoni. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë të thjeshtë. Në një gotë me ujë hidhni një lugë sodë buke, i përzieni mirë dhe më pas nga gjysma e limonit shtrydhni lëngun në një gotë me ujë me sodë buke. Është e rëndësishme që kjo pije të përdoret jo më shumë se një javë, por nëse keni acarime të stomakut, mos e përdorni pasi mund të krijojë edhe më shumë shqetësime. Është e rëndësishme që nëse doni të përdorni sodën e bukës, ta përdorni brenda mundësive të duhura për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet tuaja. Soda e bukës është ndër përbërësit më të përdorur në kuzhinë, por jo vetëm. Ajo nuk ka përfitime vetëm për shëndetin sepse mund të konsumohet edhe nga njerëzit të cilët mund ta përdorin atë në dobi të organizmit. Por njerëzit që vuajnë nga sëmundjet e zemrës, mëlçisë dhe veshkave, që kanë probleme me presionin e lartë të gjakut, dhe njerëzit alergjik nuk duhet të përdorin sodën e bukës. Sipas Dr. Mark Cyrus, është e rëndësishme që të merret vetëm doza e rekomanduar e sodës së bukës. Tejkalimi i kësaj doze neutralizon të gjitha acidet e stomakut duke bërë të prodhojë më shumë acid dhe si rrjedhoi të shkaktojë gjithashtu edhe probleme të urthit. Duke qenë se soda e bukës është cilësuar si një antiacid, mund të zvogëlojë efektivitetin e ilaçeve që përdoren për shëndetjen e stomakut ose medikamenteve të tjera. Personat që tregojnë kujdes me përdorimin e sodës së bukës dhe e përdorin brenda mundësive të duhura, mund të marrin gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit të tyre. Për sa kohë e përdorni atë brenda mundësive dhe efekteve të plota, ndikimi i saj në organizëm do të jetë pozitiv. Soda e bukës ka një përdorim të gjerë e cila, nëse realizohet si duhet, atëherë vlerat dhe efektet e saj do të jenë më të plota dhe më të fuqishme në dobi të organizmit. Por nëse vuani nga komplikacione përpara përdorimit, konsultoni me mjekun tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.